Profesori Fadim Aloko është me në studio dhe do të flasim për rezultatin e mbrëmshëm të balotajit dhe se si ky rezultat mund të ketë ndikim edhe në nivelin qendror pra formimin e qeverisë apo më shumë po shkojmë drejt zgjedhjeve. Atëherë profesor, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma, mirë se gjej. Faleminderit shumë. Profesor, si keni parë rezultatet nga balotaji i djeshëm, gjitha partitë po e konsiderojnë vetëm fituese të këtyre zgjedhjeve. A mund të shihet kështu? Kjo është interesant. Gjithë fitues askush humës. Mirë po, për mendimin tim ajo që sot më ka shqetësu, të gjitha partitë, apo të themi kushtimisht të dy bloqet, tash mund të themi lirisht që janë dy bloqe, se cili blok në një farë mënyre e manifeston atë farë, si e kam qujtu në një farë deliriumi, knatësis, fitores, si dush quaj, që unë më doj që është absurd në këtë rrethona, në këtë nivel të zgjedhjeve të bëhen gjithaj festim, të themi, gjithaj farë deliriumi, kur dihet që fituesi vërtet është lista sërbska. Apo, me thjeshtësu edhe më thjesht, fitues i vërtet është Beogradi, jo Prishtina, edhe argumente e më është se absurdi i zgjedhjeve, ani pse në nivel lokal. Kjo është një pist, një roadmap, se të themone, që është një farë paralajmërimi për zgjedhjet të cilat do të vinë së shpejti, janë të pavitueshme. Kam thonë edhe këtu në studio tuaj, edhe fakti edhe akti që lista sërbska ka më shumë të komuna. Ka më shumë të komuna, një, edhe e dyta, aja që është më rëndësishme, në që se shikojmë demografin, atëherë shojmë se këta janë dikun 3, hajde po themi edhe 5%. Ndërka që 10 komuna, kush mirët me këte, faktikisht, de facto edhe de jure, tasht me përzgjedhin e kryetarëve të komunitetit sërb, Kosova faktikisht është një farë hartë e Leopardit, ku 25 deri në 30% të territorit kontrollohet. Unë i përcolla dhe këto mediumet e jashtme, edhe vërehet që është interesant, se kur nuk ka pas interesim për zgjedhje lokale më shumë se sot është. Sidomos në mediat serbe, edhe ato ndërkombëtare i kanë kushtuar shumë vëmendje për shkak të problemit apo tërheqjes, si të themi, taktike si e quajnë të komunitetit serb nga të gjitha institucionet, edhe kjo krijoi një vakum, edhe kjo bo pretekst për me i marrë dhe sankcionet nga Bruxelles, edhe kjo, dhe me thonë, ka zgju vëmendjen. Ndërkas ne, aja që mu më shqetësoj edhe më irritoj një farë mënyre, ishte, dhe me thonë, marrja me vetë vetën. Cili blok, kush e fitoj Bilicin, kush e fitoj Drenasin, kush e fitoj... Ishin absurde, kur dihet që tani i kem zgjedhjet nacionale të pavitueshme, edhe unë e kujtoj që aja që më shqetësoj është se ishte një farë mungese, një përgjithësie, si të themi, edhe kur kush nuk u morë. Unë e bëna sot një shkrim në kohën ditore, edhe aty vërehet edhe kuptohet në një farë mënyrë në pikat shkurtra, të cilat janë ato pikat strategjike dhe synimet edhe ambicjet, të cilat i ka Serbia, tash se ka marrëveshjen në 2013-2015, edhe këto të planit franko-gjerman, edhe kjo unë e kujtoj që cila do të qeveri që të bëhet, do të duhet mire shumë më seriozisht, për shkak se na presin betejë të ashpra, të vrashta, të pa kompromis. Raport me Serbinë, apo jo e keni fjalën? Dialogun veriu. Po, mos harrojmë edhe me Brukselin, për shkak se edhe Brukseli, sipas gjykimeve të mia, në krejt këtë procesin negocues, thojnë dialog, nuk është dialog, po negocim, faktikisht se në kanë bërë shime të një pasdishme, faktikisht Brukseli për mua ka rënë në provim për shkak të vurjes së sankcioneve, kur dihet që serbet u tërheqën me vullnet tyre, me direktiva të Beogradit, u tërheqën, ishte absurde me marrë Kosova, si të themi, një flakaresh nga Brukseli, ndërkaq kur ishte puna e këtij agresionit që ndodhi në Banjska, as Brukseli e as kush
fort nuk u irituan me këtë sulm i cili ishte një lloj ataku, një lloj agresioni, se ishte akt terrorist, këto e thanë gjithë, por askush nuk mori, ndërkas ne i morëm sankcionet. Po, për më tepër, tani edhe heqja këtyre masave, po kushtohet pak edhe me bartjen e kompetencave te kryetarët e listës serbe. Përse deri në këtë masë? Unë mendoj që kanë mu zbut, ashtë edhe unë shpresoj edhe besoj që këto sankcione, apo se themi, do të fillojnë me u tërhiq, por nuk kanë me u tërhiq pa kurzime. Kurzimi është tek asociacioni. Ashtë, mbarët për mendimin tim shumë kush ka me qenë në qeveri. Nëse janë bloku i Jasminave, kështu për i quj. Kush janë Jasminat? Jasminat dihet ish opozita, kështu i kualifikoj une. Ata me siguri, dhe me thonë, do të bëjnë kompromise. Ndërkaq, ne në ndërkohë me qeverinë e Albin Kurtit, nuk përdu me idhonë lavët, po është një fakt, me aktin edhe faktin e shtrirës së sovranitetit në pjesën veriore, ku u aplikue sondimi i ligjit, dhe me thonë edhe respektimi i ligjeve dhe rendit që e ka me kushtetut në krejt teritorin e vetë Kosovës, për mu të ashtë kjo shumë interesant, a ka me vazhdu konga e vjetër e rishtrirjes, apo të themi ripushtimit të këtyne, si me thonë, teritoreve që i lëshuan me vullnetin e tyne. Këtu kanë bëhë sërbë gabim shumë edhe gjithë analizat edhe andej dhe këndej të regojnë se gabimi maj madhi presidentit sërbë ka qenë se e ka ardhë pej, si me thonë, me direktiv ti tërheqja dhe kjo ka prodhu një situatë, një vakum ku dhe me thonë, ne i bënëm zgjedhjet, anipse ishin legale, për nuk ishin legjitime, për shkak se nuk unë është me konkretar në një teritor ku i ki as 100 vot, ose 200 vot. Dhe me thonë, tashtë për mu është shumë interesant. Qeveria që do të vi, qëfar do bëj? Cilët mekanizma do t'i përdore? Cila qeveri tani duhet vende, profesor? Një qeveri me kompromise, apo kjo qeveria që e kemi parë deri më tani që nuk ka qenë shumë e gatshme për kompromise? Zgjedhjet do të tashmojnë këtë. Po cila qeveri duhet, sipas jush, vendet? Qeveria cila e mbron sovranitetin e Kosovës. Qeveria cila nuk bën kompromise. Do të me thonë haptës. So nuk mbrej kauza partijake këtu. Pra, qeveria cila do të di se kur them fjallën nuk do të negocoj. Kjo nënkupton që duhet kemë na tashtin një diplomaci shumë ma ofenzive. Që unë mendoj që këtu është kritika kryesore për ishtë qeverinë Kurtit 2, që diplomacia në fakt nuk e ka kryer punën e vetë si duhet, edhe nuk ka, si me thonë, nuk ka lëbu mjaftueshëm në Bruxelles edhe në Washington. Edhe kjo defanziv ka kriju një vakum, edhe sërbë për këtë shkak na i kena marrë dhe këto sankcione që po i thumë, edhe kjo ka sjellë një situatë, një pat pozicion. Nëse vazhdon mirëmbajtja, si të themi, kështu po e quaj, mirëmbajtja e këtij sovraniteti, me një diplomaci shumë më të sofistikuar, me argumente ligjore, me kushtetute, me këto, unë mendoj që na do të si shtet, po them, nuk do të kemë fort probleme. Mirë po, nëse... A do sfidohet kjo mirëmbajtje e sovranitetit me këtë rikthimin e listës sërbe të në komunat veriore? Që ka, lista sërbë është në lojtë, është aty nuk ka, edhe e ka me insistu vazhdimisht. Mu që ke pëm dhem, 30% të teritorit të thashë në fillim. Një 3% ta kontrolon, ka me ta kontrolue pas zgjedhjeve, ka me vu shtrirje të sovranitetit lokal, mbi 30% të teritorit. Ajo që e thash mos ta përsëris edhe një herë. Për mua është shqetësuese çysh mirën këta, për shembull 70% të teritorit e kontrollojnë 4-5 parti politike, edhe janë mbyllë në kibucet e tyre, kibucet, çto fiset, krahinat, domethënë një farë dominimi, një farë feudalizmi, një farë tribalizmi absurd që Kosova nuk është 1 milion territor, Kosova ka 10.000 km2, edhe është një vend i vogël sa një qytet dikun ku dushin në perëndim. Pra, për mendimin tim, kjo është një sfidë, një betejë, janë një, por ka me pas shumë beteja. Edhe në varësi prej aftësisë son diplomatike, politike,
sa do të mujmë me bo rezistencë për shkak se ne kemi edhe këtë marrëveshjen e fundit franko-gjermane, e dim gjithë, edhe aty ka indikacione se në nënshkru 2 marrëveshje, 2013-ës, Hashim Thaçi edhe 2015-ës, Isa Mustafa. Ato janë marrëveshje të cilat vështirë është me i bo rezistencë. Edhe si do të bëhet, unë në këtë nuk e di, por në qoftë se angazhohen ekipe ekspertësh, e nuk lihet krejt projekti i negocimit vetëm dorë të qeverisë, por në qoftë se ka një bashkëpunim, blidhen me thjeshtësu, blidhen kokat më mençurat këtij vendi, s'ka lidhje është opozit, është qeveria ku është, edhe hartojnë një program, një ofertë pregaditëse për çdo betejë të cilat na presin edhe kanë me qenë shumë të vështira, dhe kjo unë mendoj që ka me qenë një sfidë për cilën do qeveri. Megjithatë, profesor, një frymë e tillë unitare aktualisht nuk e shohim në skenën tonë politike, apo jo? Është mjaft përqarëse, polarizuese, apo jo? Nuk pari informojnë institucione, lere më të bëhen bashkë për një program. E vërtet, po unë mendoj që interesat kombëtare duhet me i bashku. Edhe unë bëj apel, edhe këtu ku jam të ju, gjitha subjekte politike, pas zgjedhjeve, që ata fillojnë me bë përgatitje për zgjedhjet nacionale. Të kenë edhe një, si me thonë, një departament, apo një grup ekspertës që mirën me këto sfida, me këto betejat cilat në presin. Edhe nesër, cila do përbome që tjetë qeveria, të jenë të gatshme, të kenë plane, projekte për negocim me Serbinë, për shkak se tash të kinë loj lista sërbska. 30% të teritorit Kosovës, 3% që ta kontrolon, ndërka që këta opozita dhe i qeveria 70% të teritorit Kosovës me është përnda në 4, edhe janë vetë knaqën edhe festojnë, dhe kjo është një absurd i llojit vetë për shkak se Kosova duhet me qenë gjithë të vëmendshëm edhe të kujdesshëm edhe të vetëdijshëm se nuk e ka arrit finalizimin e shtetësisë vetë. Pra ende kemi probleme, plus i kemi problemet me Brukselin për të negocu, për të plotësuar ato kriteret, se nuk mënesh me hy blanko që shkan hy për shembull para 10 vite ato shtetet e ish blokët lindor, kanë hy pa këto kriteret. Tash janë ashpërsu kriteret edhe kriteret janë aq të ashpra. Në mesin e këtyre kritereve është edhe që kjo puna e asociacionit. Si do të ja bojnë? Çfarë kompromise shtesë do të bojnë? Por unë mendoj që kompromisi që do bëhet në disfavor të shtetit ka me kushtu e gjeneratave edhe brezave të arshëm. Është një shansë se na nuk mujmë me leju edhe nuk duhet me leju një Republika Srpska në Kosovë, në qëtë konstelacion të forcave. Këto ato akuzimet edhe kundër akuzat se jo i e pro-amerikan, jo këtu jetë të mbrojt interesin e shtetit. Për këtë vend janë shku 15.000 litra gjak. Do të më nalë ka herë me mendu. Ato fëmije, graje, pleq, aja është një sakrificë sublime. Për herë të parë histori, Kosova e ka një status çfarë e ka tash. Nuk po du me hi kush ka kontribu ma shumë, se natyrisht aty dihet, pa aleancën veri Atlantik, e cila natyrisht nuk e ka bo këtë farë intervenimi vetëm për humanitet, po e ka bo dhe për shkak të interesa, këto du të me thonë. Dhe a janë, profesor, pikërisht të temat e vështira, këtë çështjet e rënda për Kosovën që po i friksojnë ndoshta nëse mund të themi pak partitë politike dhe po e shohim këtë zvarritjen e formimit të institucioneve dhe kërkesën vazhdimisht për shkuar në zgjedhje apo çfarë? Tuk i drejt, kjo mund vlej në një farë mënyre për qëtë periudhën e qëti ngërë, që ta pasaj shizofrenie politike që e kam identifikune. Se nuk kanë dasht me hy punës se marrës e përgjithësisë. Kitë drejt, edhe unë mendoj prapa që ky fakt është argumente më fuqishëm që përmende. Krejt ngërë që është prodhur shkaku i ikjes nga përgjithësia. Krejt loja, improvizimet që janë bëhen gocakeqet, pa dita, akuzat, të në ato, dhe me thonë, ishin një pretekst për të fshirë prapa këtij fakti. Tash ka ardhur një moment
në zgjedhjet nacionale, kushdo që ta merë përgjegjësinë, ka me pas obligimet mëdha, ka me pas përgjegjësi të mëdha, edhe kanë më zhvillu beteja për këto beteja. Për këtë shkakun po them duhet jem të përgatitën, edhe opozita, edhe qeveria. Edhe të lirojnë prej këtyne mazohizmave dhe sadizmave brenda partijak. Megjithatë, profesor, tani këto rezultate që i prodhuan balotazhi dhe raundi parë, a mund të jem pak si përcaktuese tani, ose për rezultate që mund të shohim në nivel nacional apo jo? Mund të jenë një lloj piste, por përvoja e zgjedhjeve të balotazhit tregon edhe dëshmon se zgjedhjet në nivel lokal e kanë një tjetër fizionomi, një tjetër fenomenologji sociale, politike, juridike. Ndërkaq zgjedhjet nacionale janë me një tjetër background, edhe ato në fakt japin një përgjegjësi një elite politike cila ka mu ballafaqu me çdo probleme cilat janë të interesit nacional. Po, ndërkohë, a sheni dalje ullt, dikun 32% ka qenë dalje shqiptare për Shumë e dalën ullt ka qenë. Çka do të cilën tani ato nacionale nëse po shohim kaq pak naci shqiptarëve? Nacionale, unë mendoj që partit tash, mendimi jam, se cili subjekt duhet bëjë një farë analize për zgjedhjet, edhe ato që ishin më herët, edhe këto balotazh ta bëjnë një kalkulim, edhe të analizoj defektet e veta, ku janë rrit, ku janë zvogluar. Ndërkaq tash në zgjedhjet nacionale na kemë tjera interesa, aty më nuk është kush përfiton Obilicin, kush përfiton Drenosin, aty është në pyetje interesi Kosovës, interesi nacional, sovraniteti, i cili po ripushtohet, po e ripërsëris, me faktin edhe aktin e kthimit të lista sërdska. Kjo ka me sjellë probleme, për shkak se unë jam shumë i bindun edhe kam bërë edhe analizat saj natyre, në çfarë do të qeverie që do të vi në Beograd. Punën edhe, si e quajnë ata Jerusalemin sërb, që kanë fjallën për Kosovën, ata se është kriju një opinion anti-shqiptar, dhe më thonë, Serbia ka investu shumë edhe në shkollim, edhe në edukim, edhe në arsimim, edhe në gjeneratat e reja, dhe më thonë, për ta mirëmbajtur që si me thonë, që të shqetësim ndaj Kosovës. Edhe këta e kam vërejt edhe me rastin e Banskis, shumë studenta më kanë thonë që edhe gazetarët, po edhe, dhe më thonë, komunikimet që kanë qenë në format në ndryshme, edhe gjeneratat e reja është. Por na duhet me shfrytëzuar rastin, kjo është, si me thonë, një farë gjykimi i analizu mirë, Serbia, sa ma afër që tjetë përëndimit, unë e besoj edhe shpresoj që ka me qenë shumë ma keq për njëve. Sa ma shumë që të mon distancë përëndimin, e mban krah ka Rusia, por njëve ka me qenë ma mirë. E tash, qëtu në qitë vakum duhet me hulumtu, si me thonë, me gjithë argumente shtes, nesër, kur vjen puna me negocu, me i fut të argumente, se unë asë njëherë këto argumente nuk i kam dëgju, por kur bëhen prononcime për konsum brendshëm dhe kjo është shqetësuese. Fjalia argumentuese duhet thuhet në Bruxelles. Një tjetër, unë e mendoj, dhe kam bo apel disa herë, që edhe lobi shqiptar-amerikan, i cili është në defanziv për mendimin tim, nuk do të duhej të prekupoj shumë vetëm me temën e Kosovës, apo të Shqipërisë. Unë e mendoj që në një të ardhme, për shkak se na prisin shumë sfida, lobi shqiptar-amerikan duhet të unifikohet edhe objekt i analizës edhe i lobimit tyre duhet jenë trojet shqiptare. Për shkak se vetëm kështu të unifikuam me shqiptarët e Shqipnisë, Malit Zik, dhe me thonë trojeve shqiptare, ne mund të mbrojmë me argumente interesin e shqiptare, nuk po flasë më për Kosovën. Në kodër kësaj hinë edhe Kosovës, hinë edhe Shqipnia. Shqipnia të është i ka do problemet vetat, që është të marë me integrimet atje, mirë po, kjo nuk e pengon lobin shqiptar-amerikan që të unifikohet edhe të fut në gjendë edhe mos të le rasit këtë fakt. Për shkak se që të elita politike, në rrasë se dojnë me mirëmbajt veten edhe për një kohë, në arenën, në skenën politike, duhet më marrë me këtin. Në qofë se nuk mirën, unë besoj
edhe shpresoj. Si e kam mirë mbajt vetën në këta muaj tani, si shpjegohet, sepse vetëm të gjithë kohës qytetarët i kanë parë vetëm duke akuzuar njëra tjetrën. Po kjo është gjua që është përdor, është për konsum brendshëm. Kjo është përsi, ky vulgaritet, është i pa parë, në asnjë palë të zgjedhë, unë kam shkruar edhe për këto një gjuhë e jashtëzakonshme denigruese për kundërshtarin. Këtu nuk po jam nëstoj as ish qeverin, as ish opozitën. Të dy palët kanë parë, por problemi për mendimin tim është dikun të tërkun. Problemi është tek modeli i demokracisë, që është një demokraci procedurale. I kemi po në Gërç, pas çdo seance kanë bërë ankesa në gjykatë kushtetuese. Gjykata kushtetuese nuk është, si me thonë, ajo është vetëm një farë noteri që bën evidencë për kushtetshmëri. Për ankesa, jep shpjegimin e vet, po ajo nuk mund të krijoj ambient për të edhe klim për të afruar, sa aty do të vullneti politik. E vullneti politik është i lidhur me interesa. Interesat politike janë të lidhura me interesa klanore. Interesat klanore janë të lidhura me interesa grupore. Të dallimet janë të mëdha mes tyre apo jo? Po kanë interesa, lufta, betejë, krejt ky si më thon anonimizitet është produkt interesa. Edhe nivel lokal këtë e kam vrejt. Se të marrësh një komunë, dhe më thonë ti, me automatizm minimum i kinë një 10 milion që duhet me i menagju. Edhe aty, menja e jonë, kultura e jonë e emancipim të hala menën, u bona kryetar tash të vinë të nderat edhe çka pa fitojmë në. Konsideroni që kjo është arsyeja kryesore e kësaj betejës të madhe lokale që kemi parë në këtë zgjedhje këtë fushat? Edhe nivel lokal, po edhe nivel nacional. Kjo është mëse vërtet. Kur të analizosh, se dhe këtu problemi është që të duhet me pas etik edhe moral. Se edhe politika ka etik edhe moral. Politika. Pra, në qoftë se në kuadër, sillesh në kuadër disa norma dhe rregullat cilat i lejon kushtetuta, ligjet, atëherë ti je okej. Mirë, po gjithmonë edhe në demokracitë më të përparuara ka hapësira të keqpërdorimit. Mirë, po ajo çka i shquan edhe i dallon shtetet tjera me përvojë demokratike është mekanizmi i kontrollit. E këtu tek ne hala nuk është i konsoliduar ky mekanizëm, edhe fakti që na mungon një mekanizëm më i fuqishëm, nuk është fjala këtu për mekanizme juridik, po këtu duhet me pas edhe një kod moral, një etik, edhe duhet me pas një sjellje, edhe një shkollë, e kjo vjen me, si me thonë, është produkt i një emancipimi politik. Do me thonë, në duhet një përvojë e cila e bën të ndërgjegjshëm qytetarin, e kupton ai rolin e vet, e kupton rëndësinë e vet. E jo sot çfarë ndodh për shembull mirën me sene krejt periferike, dhe mua kjo po më shqetëson. Dhe profesor, tani nëse flasim për nivelin qendror, ende nuk kemi qeveri, mandatari i dytë po rrjedh afati. Është dashur fillimisht jepet në këtë formë mandatari i dytë duke parë që nuk ka ofruar shumë shansa për të formuar qeverinë dhe apo shkojmë drejt zgjedhjeve deri në fund jetorit dhe a shihni mundësi që të kemi dy palë zgjedhje të çështja e presidentit? Ti e the një argument të cilën unë e po ta ndërmend me thonë se krejt loja, improvizimi për Gërç ka qenë ikja nga përgjegjësia dhe sfidat. Sa rrase edhe jashtë neve ndodhen proceset cilat janë duke ndodhur në shpejtësi drite, proceset ndryshimet një. Unë e shquj edhe identifikoj këta si një lloj kaosi global. Ardhja e administratës Trump i ka shqetësuar me Bruxelles, me Washington, me Evropë, me Azi, me krejt. Do të thonë, vazhdimi i Gërçit në një farë mënyrë për mendimin edhe gjykimin tim është ajo që e thatë jo, ikja nga përgjegjësia, por tash i kem zgjedhjet e më nuk ka ikje. Na i kemë në horizont për këtë shkak unë po apeloj që të bëhen paragaditjet se cili subjekt që synon, që ka ambicje, me marë pushtetin të ketë grupe ekspertës, lamive të ndryshëm, jurist, politikan, sociolog, do me thonë grupe ekspertës për që të sfidën që e kemë në horizont, për që të betejat që në qofë se pregaditën, atëre kanë ma let edhe me bo koalicionin, për kompromise nuk po du me hija nese, unë nuk besoj që duhet bëjmë kompromis të asociacioni fare. Por në qëfar modeli, këtë duhet të sinkronizohet, se nuk mjafton vetëm të barikadosh në një qëndrim, nuk duhet asociacion, por duhet që kosh modalitetet në për Evropë, ka plot, që janë ma fleksibile, edhe
ju jep nështë ato që për kërkojnë, për shkak se kena hinë lojna. A thamë, na kemi obligime me marrëveshjen e 2013, 2015. Aja në ka fut në obligime dhe aty të është cila do të qeveri që të bjenë. Presioni ka më ardhë për jashtë. Ju e keni nëshru, qëfar shtetin ju? Keni nëshru 2 marrëveshje. Edhe këto të franko-gjermone, këto në dashti zoti nuk e nëshru në sërbë, por ne e kem, është një shtatë atje, i këti plan, se e kam studiu mjaftë mirë, është këgja rrezikshëm. Ai termi, koncepti që më përkthejt si vetë menaxhim, që në disa e përkthejnë edhe si në lloj administratë. Çka do duhet bënte qeveria shumë me këtë idenë, propozimin që ka ardhur nga Bashkimi Evropian tani? Cëllën? Idenë e propozimit asacione që ka ardhur, draftin e asacionit. Kjo ka më ardhur, kjo është e pavetueshme, por unë po them edhe një herë, se cili subjekt duhet bëj para pregaditje, tasht, që tasht, marrë baletazhi, o arruan prollat e ngucakeqjes, tash duhet shikojmë interesin kombëtar. Interesi kombëtar është të formojmë grupe, se cili subjekt. Edhe nesër kur të formohet qeveria, edhe mos t'jenë pjesëmarrës aktiv në këtë konstelacionin, këtë arkitekturën shtetënore, të pushtetmbajtjes, të paktën se cili subjekt unë mendoj edhe gjykoj që është mirë me i pas grupet eksperte, se i ndihmon njëri tjetrin. Se më nuk kem gocakeqje mes neve subjekte, por aty është në pyetje interesi i Kosovës. Interesi i Kosovës është me konë unik. Kjo është pointa. Atër, profesor, ju falimderit që ishte sot këtu me ne. Lutem. Falimderit shumë. Dhe në vazhdim është bloku i lajmeve të botës.